Përpjekje diplomatike për t'i dhënë fund tensioneve në lindjen e mesme po vazhdojnë në Zvicër, ku i dërguari i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe ministri i jashtëm iranian Abbas Araghachi pritet të zhvillojnë bisedime të rëndësishme në të ardhmen e rajonit. Negociatat synojnë të shndrojnë marrëveshjen e përkohshme me 14 pika, të arritur këtë javë në një pakt më të qëndrueshëm që do të ndalonte përshkallëzimin e konfliktit të nisur me 28 shkurt mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit. Megjithatë, zhvillimet në terren kanë krijuar pasiguri vetëm pak orë pas hyri në fuqishëm pushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut në Liban. Sulmet e reja ajrore dhe me drone në jug të vendit shkaktuan viktima dhe dëme të konsiderueshme. Media shtetërore libaneze raportuan se të paktën 5 persona humbën jetën nga bombardimet që goditën zonën e Nebat Yehud dhe periferit përreth. Sipas zyrtarëve amerikanë dhe burimeve nga të dyja palët, armpushimi kishte hyrë në fuqi të premten pas dite, duke krijuar kushte të nevojshme për nisjen e një procesi që është editor negociatash mes Washingtonit dhe Teheranit. Këto bisedime synojnë zgjedhjen e mosmarrëveshjes mbi programin bërthamor iranian, si dhe çështje të tjera të sigurisë rajonale. Një marrëveshje mund të shihet si vendimtare për stabilizimin në lindjen e mesme, rihapjen e plotë ngushtisë së Hormuzit dhe garantimin e furnizimeve globale me naftë, të cilat janë ndikuar ndjeshëm nga konflikti. Ndërkohë, Steve Witkoff po udhëton drejt Zvicrës për t'u bashkuar Jared Kushner, i cili ndodhet tashmë atje, ndërsa ministri iranian Abbas Araghachi pritet të mbërrijë gjatë të shtunës. Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë detaje zyrtare mbi takimet, ndërsa zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance anuloi një vizitë të planifikuar në Zvicër mes shqetësimeve për përkeqësimin e situatës së sigurisë në rajon. Pavarësisht përpjekjeve diplomatike, zhvillimet e fundit në Liban tregojnë se rruga drejt një marrëveshje afatgjatë mbetet e brishtë dhe mbushur me sfida.